Partia Demokratike ka finalizuar zgjedhjen për drejtimin e ri të Këshillit Kombëtar duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm në strukturat e saj drejtuese. Për herë të parë në historinë e kësaj force politike, në krye të Këshillit është zgjedhur një grua, Juliana Emiri, e cila do të mbajë këtë post për 4 vitet e ardhshme. Emiri, e cila nuk ka pasur një angazhim të gjatë politik brenda strukturave të PD-s, njëhet si pjesëmarrëse në protestat e opozitës dhe së fundmi edhe në lëvizjet qytetare. Ajo do të pasojë në këtë detyrë Edi Palokën duke marrë drejtimin e një prej organeve më të rëndësishme të partisë. Paralelisht me këto zgjedhje, anëtarët e Këshillit kanë votuar edhe për 20 anëtar të rinj të kryesisë, të cilët përbëjnë bërthamën e re drejtuese. Këtyre emrave do t'i shtohen më vonë edhe drejtuesë të tjerë të strukturave qendrore, përfshirë sekretarin e përgjithshëm, nënkretarët e partisë, drejtuesit e komisioneve parlamentare dhe sekretariatet. Në listën prej 61 kandidatësh të propozuar, disa figura të njohura nuk arritën të siguronin votat e mjaftueshme për të qenë pjesë e kryesisë, mes tyre Edi Palok, Arjan Doja, Luan Baçi, Genç Strazimiri dhe Fidel Kreka. Ndërkohë, në përbërjen e re bie në sy emra të rinj si deputeti Gjin Gjoni, kryebashkiaku i Kavajës Fisnik Qosja dhe mjeku i lir Ali Mehmeti, të cilët përfshihen për herë të parë në struktura drejtuese. Pjesëmarrje e konsiderueshme shënuar edhe nga gratë dhe të rinj. Ndër më të votuarit nga gratë rënditet Ilda Zhulali, Edith Harxhi, Eda Grimçi, ndërsa nga të rinjt spikat Andja Udhiri si dhe Glau Goldashi, djali i ish deputetit të ndjerë Sokol Oldashi. Në përbërjen e re mbeten jashtë disa nga figurat të njohura të Partisë Demokratike si Josefina Topalli, Belind Kthixhi, Alto Bumçi, Bars Pahia dhe Florian Mima, në një proces që ka sjell një rinovim të ndjeshëm të strukturës ku rreth 60% e anëtarëve të zgjedhur janë të rinj nën 35 vjeç. Përbërja përfundimtare e kryesisë pritet të plotësohet në ditët në vijim, kur të emërohet edhe sekretariatet, nënkretarët dhe përfaqësuesit e diasporës, duke përballur kështu riformatimin e plotë të drejtimit të Partisë Demokratike.